Pas 5 ditësh, policia e shtetit ka mundur të futet në qendrën e fshatit Lazarat dhe të neutralizojë sulmet me armë zjarri të banorëve të zonës, si dhe të ushtrojë autoritetin e saj në të gjithë fshatin. Policia ka mundur të hyjë në shtëpinë e shtetasit Lilo Brahimi, nga ku personat armatosur prej ditësh qellonin me artilleri të rënë në drejtim të policisë. Grupi i xhirimit të televizionit ka një report ndonjë që ka afër momentin e hyrjes së forcave speciale në afërsitë të qendrës, nga ku ishte edhe fortesa më e vështirë për të thyer nga forcat e rendit. Kemi arritur në fakt të deportojmë deri në vijën e parë të luftës, deri aty nga ku vetëm pak më parë shëlloni snajper, ashtu si keni mundësi të shikoni edhe nga pamjet policia ka arritur të deportojë deri këtu për të kontrolluar të gjithë të situatën. Forcat e ne apo sprejnë prej këtij shpati për të kaluar dhe për zotëruar pjesën më të madhe të fshatit Lazaratit. Ndërkohë, policia mori nën kontroll edhe platacionet e kanabisit, ku siç duket nga pamjet e fokusuara nga kamera e televizionit ka një report, bimët e lëndës narkotike janë në sasi të konsiderueshme. Këto, pikërisht që ju shihni, janë tubët të cilat furnizonin me ujë të gjitha konvencionet të cilat gjenden poshtë Lazarat. Pikërisht këto tubë bënin të mundur le të themi furnizimin me ujë të pishëm të rrjedhshëm që gjithkohës në mënyrë tillë që të mos çdonte pjesa e furnizimit me ujë për Lazarat. Blut më herët kanë mundur të marrin nën kontroll një nga banesat që ndodhet pranë qendrës së fshatit, nga ku qelloi me mitraloz në drejtim të forcave të rendit. A një report ka transmetuar live momentet e ndërhyrjes së forcave speciale në qendrën e fshatit Lazarat. Në pamjet e transmetuara dallojnë qartë forcat e policisë, të cilët avancojnë në brendësitë e fshatit duke ju afruar xhamisë. Ndërkohë shumë banor kanë braktisur banesat e tyre, teksa janë kujdesur të djegin edhe sasitë e bimëve të kanabisit të mbjellë në oborret e tyre. Ndërkaq një tjetër magazin që dyshohet se përdoret si bazë për përpurimin e lëndës narkotike është gjetur në pronat e Gate Mahmutajt. Magazina është gjetur rreth 200 metra larg shtëpisë së tij, ndërsa në to u gjet rreth 300 kg drogë lëndë narkotike e presuar dhe e paketuar me letër natriban. Përveç lëndës narkotike, në magazin u gjet një arsenal armësh luftarake, ndërsa familjarët e tij kanë braktisur banesën. 13 bandit, pjesë e grupeve kriminale që bëjnë rezistencë armatosur duke qelluar ndaj policisë janë arrestuar dhe mbi 13 ton kanabis dhe 80.000 rrënjë bim lëndë narkotike janë azjesuar në 5 ditë superaksion të policisë së shtetit në fshatin Lazarat, për të marrë në kontroll çdo centimetër të fshatit famkeq në luftën kundër kultivimit të drogës. Gjatë kontrollit të ushtruar ditën e djeshme në shtëpinë e Gate Mahmutajt, rezulton se është gjetur një armë zjarri tip pistolet, si dhe 3 armë zjarri tip Kalashnikov. Ajo që bën më shumë përshtypje është gjetja e një radio e policie, nëpërmjet së cilës ata survejonin lëvizjet e efektive të policisë në terren, duke u vënë kështu në dijeni të veprimeve të tyre.